Krimi organizuar, sigurisht do ta kuptojmë që është një nga ato, le të themi, pjesë hetimore, pra korrupsioni dhe krimi organizuar që i përket SPAK-ut. Dhe çfarë ka ndodhur? Duhet kujtojmë që gjatë mandatit të Altin Dumanit u goditën njësër grupesh aktive kriminale në vendin tonë, të cilat dolën në përgjimet e SkyCC dhe Encrochat, dhe sigurisht pyetja ngrihet që nëse do kishin qenë këto përgjime, do kishte pasur mundësi SPAK-u kapacitete hetimore vullnet për t'i goditur këto grupe. Kjo mbetet një gjë të cilën ne nuk do ta kuptojmë dot kurrë. Mirë, duhet të theksoj që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita i ka pasur takim me një nga drejtuesit e Europol, i cili drejton, le të themi, një nga seksionet për krimin e organizuar, le të themi, dhe krimet e rënda, këto grupet e forta, dhe duke se po forcohet pra një lloj bashkëpunimi midis Europol dhe policisë shqiptare. Europol është agjencia europiane për goditjen e, le të themi, grupeve të ndryshme kriminale të cilat operojnë nëpër vendet e Europës, pra një agjencia ligjzbatuese evropiane që i godet këto, dhe sigurisht afrimi drejt Shqipërisë është një lajm pozitiv dhe është një bashkëpunim pra cilësor duhet ta kuptojmë dhe shpresojmë të shkojë i tillë prendshi, pasi ju e njihni mirë bashkëpunimin me, le të themi, autoritetet ligjzbatuese të huaja dhe evropiane të kësaj natyre. Në anën tjetër, Skënder Hita, drejtori i përgjithshëm i policisë, ka pasur sot një takim edhe në prokurorinë e posaçme SPAK me drejtuesin Klodian Bravo. Zhdima, tani nisim bashkë, meqense e mbyllu me premshin pjesën e parë, tani SPAK-un në raport me grupet kriminale. Statistika apo goditje e cila e shkundi mirë? Statistik dhe asnjë moment nuk do quhet goditje, sepse ju duhet shikoni që prokuroria e posaçme nuk ka goditur krimin organizuar, sepse vetë statistikat e krimit organizuar në aspektin e operacioneve që kanë ndodhur vazhdimisht, ne shikojmë që punojës policie përfshihen, por gjithmonë në rastet e aksioneve ne kemi parë që këto punojës policie vendosen si statistik për të dhënë tek njerëzit një pikpamje që shiko janë të përfshirë kaq shumë punojës policie, kundërkohë ne s'kemi parë asnjëherë ndonjë prokuror i cili të jetë i përfshirë në grupet kriminale dhe të ketë shërbyer ndaj tyre. Pra nuk e pres nga drejtësia e vjetër, e pres nga drejtësia e re, në rast se themi që të gjithë që kanë të djallëzuar, ndërsa këto ne kemi 20 shenjtor të SPAK-u, unë nuk e pranoj këtë qasje. Nuk pranoj që 20 njerëz që punojnë në SPAK nuk kanë gjetur rreth vetes tyre një person nga prokuroria apo nga byra kombëtare e hetimit të janë pjesë e grupeve kriminale. Pse duhet të pranoj unë që punojës policie janë pjesë e grupeve kriminale? Dhe mos harroni edhe një fakt tjetër, nuk kemi të bëjmë me një aktivizim, edhe një herë, nuk kemi të bëjmë me një aktivizim të prokurorisë së posaçme, kemi të bëjmë me komunikime midis grupeve të ndryshme ose rrjetit të grupit, i cili ka bërë komunikime, por këto komunikime nuk na provojnë fajsinë e personit dhe as faktin penal. Pse kjo gjë? Sepse nuk kemi të bëjmë me një fakt ose një vepër penale e cila hetohet në kushtet e flagrancës. Aty ti duhet të tregosh vigjilencën, profesionalizmin dhe patjetër të marrësh këto komunikime dhe t'i lidhësh dhe të prodhojnë provën. Prova nuk është ajo çfarë kemi komunikuar ne, për të rritur ose më mirë për të treguar sikur ne jemi në të vërtet njerëz të cilët kemi bërë trafikim, për të treguar tek miq tanë të cilët të flasim se sa të aftë jemi në punën tonë. Pra, këto komunikime kanë qenë thjesht komunikime justifikuese midis grupeve të ndryshme dyshuar kriminale, sepse unë nuk mund t'i them për shkak se nuk kam kaq shumë njohuri me grupet kriminale në kuptimin e emrave të tyre, por ajo që unë mund të kuptoj është kjo që e vërteta është që grupet kriminale nuk janë futur kurrë në burg dhe ato qëndrojnë jashtë burgut. Dhe unë mendoj që ata që ju shikoni sot janë thjesht statistika, sepse kjo është loja që prodhon policia e shtetit, e konvertuar tani policia e partisë dhe prokuroria e SPAK-ut, e cila është konvertuar si krimet e rënda, e cila është nga plepat 1 në plepat 2. Pra, mos shikoni që se si funksionon dhe punon. Në rast se prokurorët e SPAK-ut, 20 shenjtorët, do të kishin punuar ashtu siç duhet, ne sot nuk do të kishim në asnjë moment dhe në asnjë rrethan kaq kriminalitet të lartë dhe sot ne nuk do të kishim rastin e Rinasit dhe jo vetëm rast i cili thuhet nga ndërkombëtarët që prokuroria shqiptare nuk punon
prokuroria shqiptare pret gati recetat, pret gati dosjet, sepse është e paaftë dhe ka frikë të përballëhet me krimin organizuar. Dhe kjo është e vërteta. Nuk mundesh tani të marrësh disa individ këtu, të më vendosësh mua, po ka frikë. Nuk mundesh ti krimin organizuar të arrestosh kur është brenda në burg. Është e pamundur kjo, sepse ti krijon statistika. Ke dyshime që ndonjë moment prokurorët të SPAK-ut mund të kenë gjetur një gjuhë të përbashkët me krimin organizuar? Unë jam i bindur që ata janë pjesë e gjuhës së përbashkët të vazhdueshme, sepse nuk mundesh, po t'jap një rast. Nuk mundet një person që është në burg, pra një person i quajtur i rrezikshëm, grupi struktura kriminal, dhe ti pothuajse për të njëjtin episod e kap me metoda të ndryshme dhe ai çuditërisht është në paraburgim. Pra, është si puna e incenatorëve. Arrestohen këta të incenatorëve, janë të njëjtët, a kupton? Po janë burg, po pse do të jo, ti bo statistik. Pse ç'a thua? Thi, po të njëjtat persona ti fut përsëri vendos në statistikën vjetore. Pra, themi për politikanët, ç'a thot ai? Kam arrestuar 5 politikanë dhe i vendos. Ka qenë ministër, zëvendës kryeministër, ka qenë ministër, zëvendës kryetar kuvendi. Pra, në statistikën e SPAK-ut, dëgjoj mua, për sa i përket dhe grupeve kriminale, të njëjtën gjë shikon ti. Janë arrestuar 100 banda kriminale, janë arrestuar 100 politikanë, populli dhe të huajt dhe këntarë, sa një personazh kriminal që ka vrarë 4 veta dhe në 4 vrasë në dore akus të njëjtë. Edhe njerë nuk ndodh kur kjo gjë, vetëm në Shqipëri ndodh. E ke në burg i çon 100 herë mas sigurie thjesht për të justifikuar dështimin. Pse? Ka shumë kriminella ishin këta që po i kenë burg edhe këta tani prapë bëjnë krime edhe brenda burgut? Është shumë e çuditshme zotëri. Pra do thot, vetëm aty që ka kriminaliteti, po këtu jashtë që bën kriminalitet, ç'a po i bën? Se s'ta mban, se nuk ta mban. Sepse krimi organizuar, grupet të organizata kriminale janë jashtë, do jenë jashtë, sepse prokurorët e SPAK-ut dhe policia e partisë ka frikë nga grupet kriminale. Grupet kriminale nuk janë këto që kapen atje në burg më. Grupet janë më të rënda se kaq. Por nuk kanë guximin, po ta dija unë në kuptimin pra ti duhem, pra po nuk e kam unë për detyrë. Por nuk janë mban zotëri se vetë prokurorët e SPAK-ut janë në pengmarrje. Ka kush ka këto grupe? Po nuk ka kush, mua jam në pengmarrje. Prençi, mendon kështu? Shiko, ka frikë SPAK-u t'i godasin? Do ta nis të kjo thënje e funit të zotit Zhlima dhe pastaj do të dalim me këtë pyetje që ju na adresuat që në nisje të kësaj pjese të emisionit. Unë nuk besoj që ndonjë eksponent i botës së krimit ka ngelur pa u arrestuar në flagrancë, pa u shoqëruar, pa u hetuar, pa u dënuar ndonjëherë. Kam përfituar nga boshllëqet e sistemit, nga kalbëzimi i sistemit, kjo është çështje tjetër. Unë ditë ju them që e kam përjetuar vetë dhe e kam hequr mbi kurriz operacionin që ka organizuar policia shqiptare në bashkëpunim me prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm në gjitha qarqet e Shqipërisë në vitin 2005-2007. 104 grupe kriminale, mbi 1400 të arrestuar, të hetuar, të dënuar edhe me burgim përjetshëm mbi 37 persona. Të dënuar me burgim përjetshëm. Një pjesë prej të cilëve për më pas nga drejtësia e reformuar, janë nxjerrë, janë liruar, janë favorizuar dhe janë prapë në burg, sepse nuk heqin dorë nga aktiviteti i kriminal. Pra në këtë pikpamje, unë nuk mund të them që organizata e policisë nuk ka funksionuar. Ka funksionuar, i ka kapur, i ka arrestuar, i ka hetuar, i ka provuar dhe kanë marrë dënim. Çfarë ka bërë sistemi i drejtësisë i kalbëzuar në Shqipëri nuk është përgjegjësi e policisë shtetit. Jo, sistemi politikës që ka përdorur për fushat dhe pastaj. Pra tani shkojmë.